Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Brikena dhe Mateo nuk janë më bashk. Monika Kryemadhi konfirmon ndarjen e çiftit. E ftuar së fundmi në një intervistë, politikania dhe opinionistja Monika Kryemadhi ka folur pa doreza për eksperiencën e saj të fundit në edicionin e 5 të Bigut. Duke qenë se sapo ka përfunduar ky sezon ku ajo mbante rolin e analistes së ngjarjeve, Kryemadhi nuk u ka shpëtuar pyetjeve pikante mbi marrëdhëniet që u krijuan brenda shtëpisë. Një nga pyetjet më ngacmuese që ju drejtua ishte: cili çift do të ndahet i pari? Pa nguruar fare, ajo ka dhënë një emër konkret duke shprehur dyshime të mëdha mbi vërtetësinë e romancës mes dy prej ish-banorëve. Sipas Monikës, çifti që nuk do t'i rezistojë kohës jashtë kamerave është Mateo dhe Brikena. Ajo zbuloi se kishte pasur rezerva për këtë raport që gjatë kohës së transmetimit, duke thënë saktësisht: Mateo me Brikenën, unë kam qenë skeptike për lidhjen e tyre, nuk e kam besuar që Mateo e donte Brikenën. Mendoj që Mateo e kërkoi si një aksesor në lojë. Brikena i qëndroi, por pastaj kam përshtypjen që filloi të ndjente më shumë se Mateo dhe pasi mbaroi Bigu filloi të kuptonte se çfarë ishte në të vërtetë. U shpreh ajo.